Një tjetër në territori ka goditur Kievin kur Rusia ndërmori një sulm të gjerë me raketa dhe drone ndaj kryeqytetit Ukrainas, duke shkaktuar të paktën 11 viktima dhe 46 të plagosur. Sipas autoriteteve vendase, shpërthime të fuqishme të rënditën qytetin në orët e para të mëngjesit, ndërsa disa bllojqe banimi u shëmbën pjesërisht nga goditjet. Ekipet e kërkim shpëtimit vijuan ndërhyrjet mes rënojave për të nxjerrë të mbijetuar dhe për të kërkuar persona të bllokuar. Sipas forcave ajrore të Ukrainës, Rusia përdori 68 raketa, mes tyre 23 raketa balistike dhe disa raketa hipersonike, si edhe 351 drone sulmues. Mbrojtja ajrore e Ukrainës arriti të neutralizojë 37 raketa dhe 326 drone, por nuk mundi të ndalonte asnjë nga raketat balistike dhe hipersonike, të cilat shkaktuan dëmet më të mëdha. Autoritetet ukrainase kanë përsëritur se vendi përballet me mungesa të raketave interceptuese për sistemet Patriot, të cilat konsiderohen mjeti më efektiv për të përballur sulmet me raketat balistike. Sulmi vjen vetëm pak ditë pasi një tjetër bombardim rus në Kiev la 31 të vdekur, duke e bërë këtë një nga periudhat më të rënda për kryeqytetin Ukrainas që prej fillimit të luftës. Nga ana tjetër, Ministria Ruse e Mbrojtjes deklaroi se objektivat e operacionit ishin infrastrukturat ushtarake dhe energjetike në Kiev, si edhe aeroportet ushtarake në rajone të ndryshme të Ukrainës, duke mohuar se janë goditur objektivat civil. Për shkak të përshkallëzimit të sulmeve, Polonia, vendatari i NATO-s dhe Bashkëpunimit Evropian ngriti në fluturim avionët luftarak si masë parandaluese për mbrojtjen e hapësirës së saj ajrore. Ndërkohë edhe Ukraina vijoi kundërpërgjigjen me sulme dhe drone në territorin rus. Sipas autoriteteve ruse, goditjet dëmtuan objektivat portuale në Vysotsk dhe Ust-Luga në detin Baltik, ndërsa në Sevastopol, në gadishullin e Krimes, u raportuan ndërprerje energjetike elektrike pas sulmeve që prekën zonën ku ndodhet flota ruse e detit të Zi. Përshkallëzimi i luftimeve vjen në prag të samitit të NATO-s të Ankara, ku pritet një takim mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky, me përpjekje për të gjetur një rrugë drejt përfundimit të konfliktit që vazhdon prej më shumë se 4 vitesh.